Ka ardhë zamoni ndryshe, mi gjyshe. Pika zamoni që ka ardhur. Po do mos do, zamoni til do të vinte, që kurse nusja e shtëpis, nuse i thënë që në, ngrihet në drek nga dysheku, lyhet e ngjyhet e tundet e shkundet, pastaj ulet në koltuk, këmbë për mbi këmbë, me libër në dorë dhe me cigare në gojë. U qëthur dynjaja. Ka e në më kesh me gjyshe. Në kohën tonë nuset dridheshin para vjerit, u rinin qirin në këmbë, nderonin gjithë farefisin. Për kohëra të bukra që qenë, të kishte lezet shpirti, pa të nderon të djalje, të nderon të nusje, të nderon të gjithë mahaleja. Me nërëzot një state, e në ajot në rote? Le Pepe që dëgjoje sa të hap një gojen. Kurse sot s'ta vebeshe njeri. Po të thash mi gjyshe, të thash, ka ardhë zamoni ndryshe, ka ardhë zamoni alla fronga. Po si me, gjithë të gjona që i ka ble vjeri nusës qunit. A imi që stjepi gur me qa kokën në u bo gjymert për nusën e re. Hej, zot, hecë mos u qudit po deshe. Hecë në shqipja solit si i shkëlqenjë, si hon 15. Në i mure në profesor muzike, atë turi specin. Shqyqyr që s'ja kam paturinin ka 2 javë, kena rare hatë mo. I shala se bimo kaptinën kësaj në hije. As edhe një fjalë së të mora vesh, mo e zez. Bil ma ke atë të shkret goj, po unë nuk të kuptoj fare. Qëfar theti për profesorin e muzikës? Ka njel mnohin e partizonve. Sa të trashe ke atë gjumë i korë. As një fjalë së të kuptoj. Ej, zoti mod, ti hem s'ni gjo, hem s'kupto, hem do me i mor vesh gjitha. Them se ka njel anej nga partizont, që kur partizont kanë sulmu Tiranën, a qem ato në shliru, ne këtu kemi njel si mi qark në dorë Gjermanit. Që na gjeti thuaj. Po ka 2 javë që burat janë myllë në shpi si gratë. Po s'ka bova kino i herë? Baba me qunin kapidon, e kalojnë kohën të lujt bigjoz me komshit. Taksirati im thuj, me la, me mshi, me pastru, e me shkun që myrin për dit. Që në librat e këti qunit dytë që shko lartë e posh gjithë dit në ditës të knu. Po s'kam pak si far burri, i mirë është fort, po i hesht shumë ama, veç me knu di. Me i pak unata këta librat halakate, ze gërthet me atë zonin si pipës e na qudit gjithë dynjon, se gjaj do punët më regulla jo. Këtu i kërko, se me i shku ke dysheku odës vete, i vje era s'qap. Këtu lyu është gryu si artiste kinemoje, a që maton zifte krym si Gjylja Dudës. Nuk e ti që je Tiran se pak e trash, mo e se dim ku sho mo e trash ti none. Haliti të ka porositur, të mos janë ngasësh librat me dorë. Po ti, s'dëgjon që s'dëgjon. None, unë një gjoj e në fort mirë bile, ti s'ni gjo. Hej, zoti madh, ajo qetra më thot hiqi, këtë tjetëri më thot mos i hiqi. A di ti na më gjyshe si i thona ne kësaj? Halli modh me i dhon nga morit ujt ftofët e hall ujt nrofët. Tushe! Njimi ke erdha, një. Këto këmbët e plasura sa shumë më dhamin. Si nuk u gjet një ilaç që shkret që të mishëroj. Çdo gjë ka në këtë shtëpi, çdo gjë. Veç një ilaç për këmbët e mia s'ka. Pleqëri më thonë, pleqëri, sa herë që ankohem. Dale pa, do plaken edhe ata vetë dhe... Do shohë të staj. Sa më trombe o dreq. Sot po më duke shumë e bukur. Babaj është bërë me rak se Zuraja është vonuar shumë. Është nisur që në mëngjes dhe tani është ora 3:10. Mos e kanë zënë Gjermanët? Mos ndill ters. Megjithëse nuk është e thjeshtë të hidhesh nga një anë e frontit në tjetrën. Edhe në mes të ditës. Shiko këtu. Këtej rrugës së Elbasanit janë Gjermanët. Matan janë partizanët.
Për të shkuar atje duhet kalosh këtë udhë, do më thënë të hidhesh përtej vijës frontit. Gjermanët kanë ngritur mitrolozin e rënd pranë legatës italiane dhe ruajnë rrugën nga partizanët. Kur të shikojnë një grua që e ka përcen këtë rrugë, ata mund të kujtojnë se është korriere dhe mund ta qellojnë. Ta qellojnë? Ta qellojnë, po si. Edhe unë të jem e qelloj. Përse të hidhet një grua nga një anë e frontit në tjetrën? Po nuk i rije pa e parë të bijën, niprit dhe mbesat. Kemi 2 javë që jemi të mbyllur këtu dhe nuk kemi asë një lajmë për ande. Normale e ka marrë malli, po nuk bëhet shaka. Kishtë frikë mos kanë pësuar në një gjë. Pasi Gjermanët natë ditë gjuajnë me top dhe me murtaj pjesën e Tiranës që e kanë marrë partizanët. Sidomos mbrëm nuk kanë vënë gjumë në sy. Topi dhe murtaja nuk pushonte. Fërshëllima e predhave, ma ngjethte mishin. Unë ngrita dhe pashtiza zjarre që ngjiteshin gjerë në qiell. Lufta sa vjen dhe po ashpërsohet. Gjermanët më duket nuk i kanë punët mirë. Me sa duket partizanët do mbrinë edhe këtu. Shumë mirë, shpirt. Shumë mirë. Do shpëtojmë në fund nga kjo frikë dhe nga këtë merë që na ka zënë. Që ditën që jemi mbyllur këtu nuk jam as pak e qetë. Dhe dridhem kur shikoj ushtar gjerman. Kam frikë se mos vinë këtu e na bëjnë ndonjë gjë. Moj, po nga gjermanët mos ki hiç frikë. Në shtëpi kam një letër nga Ministria e Brendshme. Është e shkruar gjermanisht dhe mban firmën e Xhafer Devës. Po që bëj partizanëve se me ata nuk merrem dot vesh. Të dëgjojmë Radio Londrën. Në kryeqytetin shqiptar Tiranë po luftohet ashpër për çdo pëllëmb. Partizanët shqiptar, pasi kanë marrë pjesën verilindore të Tiranës, po mësojnë me të gjitha fuqit për të çliruar edhe pjesën ende të pushtuar nga gjermanët. Numri të vdekurve në të dyja kampet është shumë i madh. Me sa duket, hitlerianët i kanë orët e numëruara. Forcat aleate shumë shpejt do të zbarkojnë edhe në Tiranë për t'i dhënë grushtin e fundit nazistëve. Sot. Partizanët mund t'i kemi të pragu i shtëpisë nga një moment në tjetrin. Pse duhet i kesh frikë partizanët? Çu ke bërë ti atyre? Çu kam bërë? I kam urryer. Se më kanë urryer. I kam luftuar, se më kanë luftuar. Edhe atëherë, kur mendoja se pushtuesi është i tepërt në tokën tënde, kur u lidha me organizatat nacionaliste, shokët e tyre në qytet më mbanin larg. E gjithmonë më thoshin se kur të vinte kohë e tyre, të gjitha të mirat që krijuam, do na i merrnin e do t'ja shpërndanin popullit të varfër. Më thoshin se do të na e bënin si në Rusi, ku i persekutuan e vran të gjithë të kamurit. Lufta e tyre nuk është vetë një shkatërim për vendin tonë. Jam gati të lidhem me këdo, vetëm që ata të mos jenë zotër në këtë vend pas lufte. Pse nuk thua që na mori lumi tani? Nuk na merr lumi kaq kollaj, e dashur, se forcat aleate do të mbrijnë nga një moment në tjetrin. Po ata janë me partizanët. Pse duhet të shpresojmë se do na ndihmojnë? Qetëso, shpirt, se nuk është për t'u bërë merak. Jam i sigurt se anglo-amerikanët do zbarkojnë dhe s'do na lënë në duar të partizanëve. Ndonë se ata dhe forcat aleate u rreshtuan për krah rusëve, për të mundur gjermanët, nuk ma do mendja që do t'ja lënë fatin e Shqipërisë ta zgjedhin komunistët. Aleatët janë skile të vjetra, nuk mund të pranojnë që në një pikë kyçe gjeografike si Shqipëria të dominojnë bolshevikët. Pra, do kemi luftë përsëri, se partizanët nuk do i pranojnë dhe anglo-amerikanët. Ata thonë se nuk i duan të huajt në Shqipëri. Të thash janë skile të vjetra. Edhe do të kenë padyshim një strategji për ta kaluar pushtetin pas lufte në duart e forcave demokratike dhe nacionaliste shqiptare. Pastaj këta plera bëjnë sikur e urrejnë të huajnë. Se për vete i tërheqin pas hunde jugoslavët që me siguri pas lufte ndërojnë të na coptojnë dhe të na rrëmbejnë edhe ndonjë llok tjetër përveç Kosovës. Ose të na kthejnë në një shprehje gjeografike brenda territorit të tyre. Nuk kuptoj asgjë. Ti thua anglo-amerikanët, ata thonë për jugoslavët. Nuk mund të jetojmë mirë të qetë pas njëri nga të dy. Nuk e kemi për rac të qeverisim. Vetëm mund na drejtojnë të tjerët, se ndryshe bëhemi mish-mash edhe fillojmë me vrasim njëri tjetrin. Tani sidomos, nëse fitojnë komunistët, të mere kemi për të parë me sy. Në Rusi, spionon vllai të vllan, vret i biri, të ati, në emër të luftës klasave. Që është kjo lufta e klasave?
Është fryma e teorisë bolshevike që të gjithë të pasurit i shkon në litar, edhe pastaj këdo që ka pa kënaqësi ndaj sistemit komunist, ose e degdis diku në ndonjë vend të humbur, ose e shkon në litar. Është një sistem që e bën dëgjorin njeri që të filloj nga frika të flasë me veta. O, Zoti madh, e të mërshme. E të mërshme. Shikoj vllajën tënd sa i qetë që është. Ai jeton në një botë tjetër, në botën e librave. Edhe këto ditë që nuk dim ku e kemi kokën, ai nuk e ka prishur fare Terezin. Po pse ta prishej? Ai nuk vua asnjëherë kundër tyre. Ai për ata nuk është si unë, nuk është një oficer nacionalist bashkëpunëtor me okupatorin. Këto kohët e fundit ka filluar të flasë me shumë simpati për komunistin. Mos u çudit. Nga një njeri që shë ëndra me sy hapur, gjithçka mund të presësh. Dje në mëngjes, papa ndeur më tha, e dina fillë, tha, kam një peshë të rëndë këtu në zemër. Më duke se kam bërë një fal të madh. Ashtu, ha? Po. Dhe filloi të më fliste me kaq zjarr për luftën partizane, për të rinjt dhe për të rejat që sakrifikonin jetën në lulen e rinis për lirinë e atë dheut, më tha. Idealisti. Po nuk e pyete për fajin e rëndë që i peshonte në zemër? Po, e pyeta. Por nuk më përgjigj. Vetëm ngriti syt nga qielli dhe tha diçka të bukur që e mbajta mend se më pëlqeu shumë. Filozof. Më tha, si lum kushta për lavdinë e për lirinë e hishme, në madhështinë e forcës nga ëndra rrëmbyer. I lë shënden jetës nga vdekja e vetishme. Poet, moj. Po kur ta vën koleg me tushen, ta shohim. Se në atë sistem, si që thonë ata, të gjithë të barabart janë. Në Rusi, shoqet e tushes kanë filluar të japin filozofi. Pastaj, pse nuk shkon ta shkrepi me komunistët, apo s'janë ban bëtha? Se mua në litar që në litar do më varin. Po ama asatisja falin indiferencën. O, të lutem, shpirt, mos ndill ters. Sa lulet bukura? Pas ka një aromë të mrekullueshme. Çfarë është sot? E marë. Dua të them sa jemi sot. 12 nëntor. Në ka haruar vitin është 1944. Edhe? Ora është 50, pas vite. Sot janë mbushur 4 vite që jemi martuar. Më falë. Se shpejt kanë kaluar 4 vjetë. Asje kuptuan fare. Në ditët më të bukura të jetës sonë, u shpif kjo luftë e plasur, me i prishit gjitha ëndrat. A të kujtohet vera 41? Venecia. Gentilissima signora! Gentile signore, venite qui! Atje në vend të rrugëve, kishte kanale të ngushta ku vozisnin gondolat e bukura dhe të qeta. Që qytet i magjishëm. E mban mend? I hipëm një gondole të bukur dhe pasi kaluam në kanale grande, gondolieri na shpuri në atë hotelin e bukur Buzojt, ku qëndruam plot një muaj. Sa bukur që ishte. Si në ëndër. Sa të lumtur ishte. Me sa duket, ai ishte udhëtimi i parë edhe i fundit për ne të dy. Dhe i fundit. Sa i hidhur është kujtimi i ditëve të bukura, që mund të mos kthehen më kurrë. Për të gjitha komunistët e kanë fajin. Italianët na sollën mirëqenie dhe gati. Të gjithë filluan të jetonin më mirë.
Ne u pasurua më tepër, kurse zortharët filluan të hanin më mirë. Dërsa Gjermanët do të largoheshin vetë nga Shqipëria, nuk ishte nevoja që ne t'i bini më qafë. Atëherë, si pas teje kjo luft që po bëhet, edhe ky gjak që po derdhet na që nga gje e kot, Krejt e kot. gabohesh. Pa më thuaj, do t'ishin edhe Gjermanët në atë pjesë Tiranës në cilën e kanë çliruar partizanët? Që kërkon të thuash? Koj të them se Gjermani nuk shkullet nga vëndi, po nuk e dëbove. Dhe ata që e dëbojnë janë partizanët, që ndjekin këmba këmbës dhe nuk i lënë të marrin frymë. E ndjekin këmba këmbës që të shkatrojnë vendin. Jo, e ndjekin këmba këmbës që të fitojnë lirin. O poet, liria do vinte vetë kur të shkonin Gjermanët. Lirin nuk ta fal njeri, duhet ta fitosh vetë. Këto pralla i kemi dëgjuar dhe herë tjera, zoti filozof. Pastaj kur na qenë kaq trimti, përse nuk e paske rëmbyer pushkën e dalësh malit për liri? Se fjalët i thon shumë, po veprat janë të pakta. Po ashtu vërtet, por të paktën të flasim mirë për ato vepra që bëjnë. Se vetë nuk jemi të zotë t'i bëjmë. Po ti ç'ke bërë? Unë? Unë asgjë. Jeta ime deri tani ka qenë thjesht një fluckë sapuni. Që ndrit një çast me ngjyra fantastike, niset me gaz që ngjitet lart dhe pa pritmas pëllcet dhe umbet nga syt. Kur isha i rin pa nga të shkollës, nderoja dhe unë në atë ditë bëhesha një poet i madh. Të këndoja këngët më të bukura që lindin në shpirtin e njeriut. Ja që nuk u bëra dot. U bëra thjesht një profesor i vogël i shkollës mesme që me rrogën në fund të muajit. Ç'kam bërë unë? I kam folur nxënzët. Për atë dheun, për traditat tona, për nderin, për besën, për lirin. I kam thurur himne të bukura liris, pavarësisë kombëtare, lavdisë së kombit edhe racës sonë. E indeza nxënësit e mi me flakën e pastër, tatë dhe dashurisë. Po, dakord, e vërtet, vetëm fjalë kam thënë, asgjë tjetër. Sa lë gjurmë një fluckë sapuni dhe aq kanë lë gjurmë dhe veprat e mia në shpirtin e nxënësve të mi. Po për shtëpie Katandi, që do na i marrin komunistët, i ke folur nxënësve o poet? Se ato që i kemi ngritur me djers, do na i rëmbejnë komunistët, i ke folur o idealist. Mjaft tani se ti vetëm për interesin tënd personal mendon. Jo mërë të mendoj dhe për atë të tushes unë. Egoist. E vërë putalla! Tradhtar! Tushe. Më tushe. Tushe! Po ku drejtin je, mëse kam një orë që unë gjira këtu. As njëri nga ju nuk e vë ujtë në zjarë? Që bëzëraja, as ju prishet puna fare, vetëm mëndën ke shere e keni. Më zëra. Më tushe! Tushe! Urno, zotni! Po ku je? Ku fute moj se unë gjira? I këtu me zotni? Një këtu, ku? Në Zyrhane. Ku moj? Në Avdesane? Qa thua? Me nërë zotni state, nevojtore qesh. Po folë pra, shqyqyr që fole një shqip. Qyqa, vala i, po pra shqip jam të fol? Lere këto lafët, dëgjo këtu. Do shkosh urgjent tek Osmani. Do të shikosh atje çu bë Zyraja. Me të takuar Zyran, i thuaj të vi urgjentisht këtu, në shtëpi. Dëgjova apo jo? Nisu. Hes bëj. Jo, prit njërë, prit. Sa të shkosh ti atje, duhet një gjysmore, edhe një gjysmore për të kthyer. Një orë. Po pra, një orë. Po, për një orë është bërë natë. Është me rrezik të kaloni atë rrugën e Elbasanit. Shiko, u thuaj që të flerë sonte atje. Të të vi nesër, thuaj. Hajde. Ik më nisu. Hecë bëj, se s'ka kohë. Një gjo, zotni. Zoja, kur i ku tha, hiq mos u boni me rak, se sa të shkoj e erdha. Një si kur e shof me sy që po vje, një erdi. Kush me? Zoja pra. Kush me? Kush me? Zoja pra. Ka shku pra ke Osmani. Po, a the ti që erdi? Jo, e ke gabim, zotnia jote. Unë thash si kur e shoh me sy që po vje, e në jo erdi. Mirë thonë tregoj punën Dembelit të të shesë më në... Qyqa mër zotni,
Unë s'kam men për vete, jo mo t'i shes tjerë. Lere lavët, dër. Ik, nisu, direkt, atje ku të thash. Me ta thonë drejtën zotit Tefik, mus mama me shkuani. Se Gjermoni ka zonë prit, i kanë rreth mitralozat, në kom frikë se ma ngjesh në e plumë mas kaptina. Po pse, maj? Më të shtrejnë të ke kokën ti se sa gruaja ime? Po valaj për e sapte me kom. Të dëgjoni, dëgjoni. E po në jetën time nuk kam parë në njerë unë shërbëtore si puna kësaj. Man, një fjali thua ti 100 për plasë në fytyrë më. U tërbuan edhe këto. U tërbuan e di se nga traktet. Po, nga ato traktet e komunistëve kanë marrë zemër dhe këto. Po jo më jo. Jo. Ti, si do që të vej puna, prap shërbëtore do të ngelesh mbaj, më nga unë të punë. Morë vesh, nuk lëviz njeri nga vëndi? Po shkoj vetë. Baba, është e kohë të nisësh. Sigurisht që tani do jetë rrugës dhe për pak kohë do vi këtu. Po, moj, po, do vi, po, ja që nuk po vjen. Që më rrimë, oj ti? Që më? Oj, pike zesë, kur të udhërojnë të bësh në i punë, më bëjsh si punë e lagur edhe më rëshket si njallë. Ama, kur të thonë të tjerët në një fjale ke syrin pishe, i bën, na vesh t'i bën për të marrë vesh çfarë thonë të tjerët. Qa, një me ke hika. Që duhe saj të shkon të atjerë? Hajde, fili fiu, hajde. E për të bredhës rrugëve, në mes të plumbave dhe mortajeve që gjuhen pa pushim. Ure, ku që futi në mendje këtë drejt punë e saj, e? Gjithë puna është sa të kalosh rrugën e Elbasanit. Ata në saj, të gjitha muret i pas kanë qarë. Nga të qarat mund të kalosh në zonën e partizanëve. Gjermanët nuk arrin t'i shojnë njerëzit që kalojnë ato vrima. Ata ruajnë vetëm rrugën, edhe gratë në përgjithësi nuk i qellojnë. Një herë bëhet e liga mordial. Ku e dim ne si e kanë mendjen sot? Dje për shembull nuk qellonin. Sot mund t'jenë gdhirë keq, të lënë top. Po, mos e dhënë zoti, baba. Hajde, Thanas, hajde. Hajde. O, sa mirë bërë qerë, hajde ulu. Mirë mbrëma të gjithve. Pas kemi dhe gjyshen këto. Dalet i dorën se kushte dëgjon pastaj. Një diza i më bëri rezil se nuk e pyeta si e gdhir. Nja tjeta gjyshen e dret. Nja tjeta gjyshen e dret. Si vete? Erdhe më Thanas. Mirë bare që erdhe se edhe ne mërzitemi vetëm. Si e shty gjyshen e dret, mirë? Më shqyqyrë mirë. Vetëm të të shkreta kam më dhëmin shumë. E po han gjallë në dret, han gjallë se të bën mirë. Po plasa, më Thanas, plasa duke kërkuar. Po kush ta veshin? Më zuri gjua lesh. S'ka më thonë, është luft. E vërtet është, se është e mbyllur pazari. Mbyllur i plasur i më? E kështu më thonë, po. Më Thanas, po për veshët, din në një ilaçti se kohët e fundit më janë rënduar ca si shumë. Kështu mirë jam shqyqër zotit, për të ngrënë, por e s'kam. Po vetëm gjumi shkret nuk më zë natën që s'më zë. E tërditën moj mama, prandaj. Të kisha mirë këmbët dhe veshët, të më zinte dhe gjumi natën, po të shifja edhe një qikë më mirë nga sytë, pa nuk do doja gjë tjetër. Edhe të martoheshe. Si the? E po pleqëri në dret, pleqëri. More Thanas, për të gjitha pleqërie e pas ka fajin. Vetëm këtë fjalë kini të gjithë në majtë të gjuhës. Mirë dhe tani, mirë. Hajde. Që kemi ndojnë gjë këte? I që kemi këte një mutas i gjëske. Hiq. Jemi zënë si miu në dhëkanë, si i thonë fjallës. S'kemi nga t'jambajmë, s'kemi. Si dhe mi poshtë e lartë në përshpi, poshtë e lartë dhe poshtë. Gjithë ditë në ditës. Ngellem në përkëm të grave, nuk dim që të bëjmë. Që të bëjmë, s'kemi që bëjmë. Jo, ditën e kalojmë, si kalojmë. Po natën, për kokë të evangelisë. Që të bëjmë, one? Që të bëjmë? Të dalësh ke frikë. Të rish mbyllur bëhesh derë të figullaj, derë. Por e zgudzoj të veja së radion, po të them se kam frikë se më përgjoj. Jo nga njerë bëhem bukur. Edhe
S'dëgjoj asgjë se ul kaq shumë se nuk dëgjoj as vet asnjë fjalë. Jo na ka zënë të meri. Me mërzin, bëm si bëm, u mësuam. Po që ti bësh frikës. Frikës. E paci u dojgjë mërëm shtëpia e Tahirit. Kam frikë se të gjitha shtëpitë e kësaj lagje sonë ashtu do ta pësojnë. Do ta pësojnë se? Do ta pësojnë që ç'ke me të? Pronti luftës, sa vete po afrohet. Sa më tepër ngushtohet, aq më e mundur është që ndonjë partizan të vi dhe t'i qelloj gjermanët mu te pragu i shtëpisë. Ç'do bëj Gjermani? Domosdo do ta gjuaj atë shtëpi nga e kanë gjuajtur edhe do t'i vër zjarrin. Zjarin the, ja ve që ç'ke me të. Ma, kjo luftë e mallkuar, moti. Ore, po t'i vënë zjarrin kotë se kotë i qytetit, mërin. Ti djegin këto shtëpi që me zi i bë me thonjë, Me zi i bë, me thonjë i bë, mire. Shtëpin time e ndërtova me 1000 bela. E ca para që i kisha vënë më njanë duke punuar si qenë në dyqan, bleva një copë trua. Vangelia më solli 300 Napoleona flori në prik, si ishte vajze vetë me edin, ju e kishte papa në gjendje. Ja kështu, 1000 mundime e ngrita. Ja si t'vini e ta. Tani dridhesh se mos të djek shtëpin Gjermani. Edhe sikur të shpëtoj shtëpia pa u djegur nga Gjermani, nuk të shpëton dot nga partizanët. Ata që nuk kanë vënë asnjë tull atje, do na marrin shtëpinë, do na nxjerrin përjashta. Ka të drejtë. Dhe do ndërtojnë një botë të re. Jo do ta ndërtojnë. E vërtet është. Qarë botët e re mërë të veqel. Kam punuar gjithë jetën time unë. Kam punuar si kal. Edhe më në fund shqyr zotit. Ma bëri kismet me zi bëra sa Prokopi. Ta bëri. Qa theti mëre? Ta bëri kismet zoti, thash. Dëgjoj këtu ti. Me ty e kam. Shiko mua kur të flasë. Dëgjove? Të dha shkollën ty. Të bëra dhe profesor. Apo jo? Që në kohën e zogut të mora para me fajde, ngrita një dyqan, dhe na dyqan punova natë dit. I mban mënd këto gjëra ti, Shiko mua më, i mban mënd. Në kohën e Italisë shqyr, u lirua tregtia. Lulëzoj, që të bëja? Jo futa tregtisë. Ama me tregtini lavë të gjitha borxhet dhe u bëra zot malli. Por me djeshën time. E tu bërë. Qa thua ti? Qa thete? Bëre zot malli, thash. E mërë ti, po pa vjedhur njeri, pa vrar njeri. E na vjen një ditë që na dalin ca mutër me flamur që me ndera zbroke në hale nuk kanë, edhe na bërtasin për më mëdhen. Na luftojnë dhe pushtusin italian që u ambushi zorën me bukë. Jo, më po nuk mund të pranoj unë. S'mund të pranoj unë. Që një luft e kotë më rëmbej ata që kam dërtuar me këto thonjë duke u kthyer në kafsh pune. Në kafsh u kthyer. Dhe për çfarë? Për çfarë e gjitha kjo për çfarë? Për triumfin e bolshevizmit? Jo, para se gjithash për lirinë e atë dheut. Po, lirina dheut, po. Jo naiv, po sa naiv që. Po që dua më, që dua një atë dhe të vafër. Unë dua një atë dhe të pasur, edhe me njerëz të kamur. Mire ka. Pra, por ka njerëz që edhe jetën mund falin për liri, dhe nuk kanë kohë të mendojnë për gatjen personale. Marr idealist budallat, ka marrë koka erë, nuk di që fletë po lere fare. Nuk, pasaj na erdhe dhe Gjermani, pasaj. Katrani, thuaj. Edhe punët pasaj shkuan keqe më keqe. Na dogji e... Na preu e... Dogji e preu se nuk e lanë rahat. Mirë, nuk e lanë, vërtet. Jo, do që e preu, sepse atë ka për Gjermania në mbatë botës, ku do që ka shkelur këmba e ti prej kushtosi. Mirë, që është pushtues. Po, mërë poet, po, vraj ushtar, sulmo kolona, digit tanke, bjeri andej. E bjeri këtej i kanë... Normali që do të kthehet. Ja si të vërtet e të djek tani. Jo, të djek që... Për çfarë shërben kjo, që ta... Ja e diskutojmë bashkarisht, kjo mësymje e partizanëve këtu në Tiranë. Gjermanët tani të tërë e dim, janë drejt kapitulimit. Autokolonat e tyre
kanë filluar ta lënë Shqipërinë dhe të ikin, pse duhet rrafshosh gjithë qytetin, kur është e sigurt që për pak ditë gjermanët do të largohen vetë? Apo për t'u hequr komunistët si fitimtar të kësaj lufte, fati i së cilës është vendosur andej nga stepat ruse. Po, andej u vendosur, andej. Miqt, i mundi lufta e popullit ton me komunistët. Ata o profesor vorendin si të marë se nesër duan të marrin pushtetin. Edhe me ndihmën e Jugoslavëve ta kthejnë edhe Shqipërinë në një Rusi tjetër. Atë duhen, mos e diskutojmë. Derisa derdhën gjakun për lirinë e MMV-ut, padyshim që ata dhe populli thjesht që i ndihmoi, ata duhet qeverisin. Po mimo të qeverisin, le të qeverisin. Jo këtu se ti je politikan i mirë ti, e kemë të gjithë, pa na thuaj tani vetë ti ç'mendim ke? More, a e di ti kush i mbajti dhe ushqeu komunistët? A e di se ku u mbështetën ata, edhe në Rusi, për të fituar revolucionin e madh, edhe më pas për të thyrë Gjermanin? Po te populli, more, populli i mbajti me buk, populli i fsheu, populli u vrau sa po i lëshuan kushtrimin ata, kështu që nëse se kanë patur mirë, populli e ka faj. Tani folë mirë Thanas. Po. Jo, edhe unë ashtu mendoj, po vetëm nuk jam kaq të veçelun për të menduar si puna jote. Sepse mendoj që populli është një turmë që mund të manipulohet fare lehtë, po abuzove me emocionet e tij. Duhet vetëm një fije shkrepse për të ndezur ata të famshmin zjarr të lirisë. Por ama, po kaq mjafton edhe për të ndjellur rrethin e turmës për këdo që nuk është njësoj si ata. Nuk ka arsyetim më banal se ky. Si nuk të vjen turp. Se nuk të vjen turp, ti japësh vetes të drejtë. Kush ti përballë një kombi të tërë që sakrifikon gjithçka, madje edhe jetën për lirin që të përket edhe ty. Liria do të sjellë begatin, lumturinë dhe një botë tjetër, pa padron, pa padrejtësi, një botë ku vetë populli ai do të qeverisë. Kur të ketë halla koqe, po do të vi kjo lumturia dhe begatia që pretendon ti, mori mirë. Larg qoftë po ndodhe që pushtetin ta marrin komunistët. Atëhere mbani mend nga unë. Atëhere do të vi të merri i vërtet. Edhe mirë ai që do të ketë fatin e zi ta jetoj. More, sikur u vonua ky sotiri sot, ditë e tjera do ta kishin filluar lojën me kohë. Ja ku erdi. E po kujto qenin, bëj gati shkopin, si që i thonë fjallës, e? Mbrëma të gjithve. Hajtë, mirë mbrëma. Si e, mojdi? Mirë, baba. E morë dhe mërë, si e kalore? Mirë. Krushk, Thanas, si jeni? Po mirë, jashtu. Mirë e gjyshe. E pas ka zënë gjuni. Deri tani shqyrë zotit mirë jemi. Vë bas që sotiri është zënë me gruan, se ajo nuk do në të lindet vindet luan të poker. Jo, po s'ka faj e gjora, si nuk fitoj njerë, lu madhi njerë. Se mos ke fituar ti. E po më shumë se ti po. Shko, i lem këto, ma bete kot tani lafe kot, hajde byrëm këtu në shesh të burrave, këtu, e shikojmë ne kush është me i zoti, hajde. Shtë bëjmë, dhe të humbasim mëndin, duke përzirë këto letra, se zgjidhje tjetër nuk kemi. Jo, nuk kemi. Filojmë. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Hajde, bismillah. More po shpike që ka bërë i pizeveng që kanë djerë këto letra, ha? Ja, ulesh pranë tryezës, luan me orë dhe asë që e kupton fare si kalon koha për kokë të evangelisë. Letër? Pas. Filloj. Servi. 3. Ja dhe unë 2. Atëhere, 10 fisha sipër. Pas. Edhe 20 o të fikë. More, si shumë rëmbyre keni nisë sot. Visto, Heqke. kare. Rua. As. Kare, rua, as. Tamam loj në vakt lufte. S'më ka qëlluar ndo njërë të shoj një loj të tilë pa filluar mirë seansa. Si duket edhe letrat e ndjejnë.
Ethen e kohës. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. More, po qëlej me kemi? Se radios time i është djegur lampa dhe nuk e kam haberin se që bëhet. Gjithë të mira të sotir. Letër? 2. Pas. Servi. Pas. Edhe 5 fisha sipër. Pas. Po edhe kur fiton ato që ke vën veto lumadhi ti. Do më thoni qëlej me kemi apo ju shpreh gjua? E po çlaj me kemi, Gjermania dita ditës po thyet keqa së frontin e lindjes. Rusi e ka vënë përpara dhe me sa duket do t'i futet brenda në Berlin. Rusi e ka vënë përpara Gjermanin dhe do t'i futet në Berlin? Do t'i futet do t'i futet që ç'ke me të. Rusi nuk e thyen dhe do të kur Gjermanin, po ç'ti bësh anglo-amerikanëve që hapën frontin e dytë. E hapën gopilat. Ama edhe ti dhëngër, 2 letra. Nuk po të regosh as pak si një oficer me shkollë që je. Po në Stalingrad, kush e theu Gjermanin? Dimrit mërshëm, edhe ndima anglo-amerikane. Po ndim të madhe u dhanë vërtet. Pas. U dhanë më kodoshat, u dhanë pas. 5 fisha. Gjermanët i mundi populli rus dhe nuk kanë dim që të zëvendësoj jetjen e një populli për liri. Listo. Foli dhe poeti, e dëgjuat, full. Me fand. Me dam. Më duket se po flet me pasion, zoti oficer. Nuk i do rusët, prandaj flet kështu. Jo, ka drejt. Se dhe unë të kam dëgjuar shumë herë që i keshar. Gjermanët i mundi dimri i egër dhe hapësira e madhe e vendit së bashku me hapjen e frontit të dytë. Edhe jo bolshevikët e ndyrë. Betejë e Stalingradit. Mbrojtja e Leningradit. Sakrifica e një populli të tërë tërmoi nazistët. Jo broçkullat jena thua ti këtu. Se armiku, zotri, nuk mund ta luftosh vetëm duke i bombarduar qytetin. Jo, mor, jo. Ai duhet luftuar aty. Gjoks më gjoks. Ta shtrish për tokë, ti vësh qizmen në gryk dhe ti marrë shpirtin. Ja, kështu luftohet armiku. Dhe këtë për në rusët. Ore, baba. More djallë. Ne pas kemi komunistin brënda në shtëpi dhe se pas kemi ditur. Kot ne budallënt kemi frik partizanët, se ky të shpijen litar, pa pasur mëshirë. Dëgjoj këtu ti. Kjo propaganda bolshevike të ka marrë mendjen ty. Dhe nuk je më i zotit të dallosh të bardhën nga e zeza. Ta them unë. Ore, të pëlqen ty, që baban tënd mua, domethënë, që ka punuar gjithë jetën me djersën e ballit dhe nuk ka vjedhur njeri, nuk ka vrar njeri. Një ditë prej ditësh të vi këtu një birbo dhe ti thotë, bjere këtu këti, këta mallin tëndë, se nuk është më malli ytë, po është malli jonë. Të vjen mire? Ta merë more mallin, më të gjonë, do më thënë të merë shpirtin. Dhe pasaj, bashkë me ty, ndërtojnë atë, botën e re, botë muti. Nuk ta merë njeri të fikë vëllaj, nuk ta merë njeri. Atë që e ke ndërtuar me gjak, nuk mund të ta marri as njeri. I ke futur frikën kotë së kotë i vetës. Ashtu qoftë, po. Po, këte nga vëndin që bëhet. A është e vërtet që me orë pritit mësymja partizane edhe në këta anë të qytetit? Një i njohur që takova më tha se pas rrugës Fortuzi, partizanët janë shtrirë në front gjatë rrugës së Durrësit deri në centralin elektrik. Të shohim që thonë lajmet. Është koha e Radio Londrës. Ndizet. Në kryeqytetin shqiptar Tiranë vazhdon lufta e tmerrshme. Luftimet e ashpra u zhvilluan brëm për mbrojtjen e Radio Tiranës, pasi ajo kishte rënë në duart e partizanëve pas një sulmi të befasishëm të tyre. Rreth 70-80 gjerman kishin arritur të hynin në fshehtësi në një godin, aty pranë dhe e kishin sulmuar. Pas një përleshje të tmerrshme dhomë dhe deri më tarac, 2 krenasit që u ndihmuan me shpejtësi dhe nga një grup tjetër që ishte aty pranë, arritën të asgjesonin shqiponjat me një kokë dhe të ruanin radiostacionit. Tirana është e mbushur me barikada. Edhe në zonën e kontrolluar nga gjermanët në çdo rrugë, populli heroik ka ngritur 3 deri në 10 të tilla. Orët e nazistëve janë të numëruara. Misioni ushtarak britanik pas pak orësh do të jetë në Shqipëri për t'i dhënë dërmën e fundit gjermanëve dhe për të shënuar edhe një fitore tjetër të aleatëve. Lufta është drejt fundit.
Mos rrini kështu dhe duhet të gëzohemi. Kjo frikë dhe ky tmerr do të mbarojë në një moment. Do të dalim lirshëm në rrugë, moj bi. Do fillojmë të punojmë përsëri krushk. Dhe ndër do të keni mundësi të shijoni jetën bashkë me na fije. Do të bëni edhe fëmijë që unë me Tefikun me zi i presin. Tundu, o Thanas. Qesh se do të luajmë poker lirie dhe të siguroj që vetëm unë do fitoj. Po, mërë, sotir, po. Se që kam njëtë. Se zbrastirë këtu brënda që. Zvet nuk e shpjegoj do të. Ja, një kumbriti zoja. O, zoti madhe, shqyre. O, kjo luft e mallkuar na bëri të harrojmë dhe gratë. Hajde. O, zoti madh, shqyr që erdhe. Tarse nuk do ta gjeja më shtëpinë. Tushe, ama një gotë ujë. Uj, moti, shpejt uj. Ku je më çubëre, moj? Ha, ta dish ti se ç'kam hequr unë, do çuditesh si erdha gjallë deri në shtëpi thuaj. Pse? U pendova. U mallkova vete 100 herë që dola. Ç'kam hequr, varri t'ja tregoj. Mirë. Ande, si ishin? Mirë, po prit të marr frymë se nuk flas dot. Mirë, thotë Elena të marrë frymë mirë. Po tani më erdhi shpirti në vend. Shqyr zotit erdha në shtëpi thuaj. Kur shkuam mirë. Po. E ka përcyem rrugën e Elbasanit dhe u hodhëm në anën tjetër, ku s'ka Gjerman. Kaluam të qarat e mureve që kanë hapur partizanet. Dhe shtëpi më shtëpi, kopsht më kopsht, dolëm ata në lanës. Po. Andej kishte filluar jeta. Po, dyqanet ishin hapur. Njerëzit ecnin lirshëm në rrugë. Po mirë, si ishin ata në shtëpi gjete besoj apo? Po shtëpi më rebur, shtëpi. Kishin 10 ditë që kishin lënë shtëpit, ishim shehur bodrumeve të spitalit. Shkova drejt atje, u çmalla me të gjithë. Ata u habitën kur më panë. Mu lutën të rria se kishin frikë se mos pësoja gjë udhës. Nuk dëgjova. Po ç'kemi hequr. Varrit ja tregoj. Plumbat na kalonin vesh. Murtajat na plasin mu përpara këmbëve. Gjithandej barrikada. Rruga ishte e gjithë gropa, gjithë balt, o Perëndi ç'kemi hequr thuaj. Ja desh zoti, u ktheve mirë. Shqyr zotit. Shqyr. Sikur thej që dyqanet ishin hapur, ë? Vure re gjë kush ishte brenda në ato dyqane? Jo, se mos i njohon. Kishte plot njerëz, hynin dilnin. Mirë, po unë të pyes për tjetër gjë. Në dyqane shërbenin të zotët e dyqaneve, apo ishin njerëz të tjerë? Në dyqanin që vajta unë për të blerë ca ushqime shërbente një partizane. Nuk ju merrte njerëzve para, vetëm ju shpërndante mallin. Mua më pa me përçmim, mbase nga që isha veshur mirë. Kur i kërkova ca ushqime mu përgjigj me urrejtje, më tha nuk kam. Atë burrin me mustaqe, me kokë të madhe që shërbente dikur në fakt, nuk ma zonë syt. Këmoj, atë që ka dyqane ke Hoxha Tasimi? Po. Ramadanim. Me siguri do e kena arrestuar. Pse ta kena arrestuar? Si pse, moj? Po sepse për komunistët të gjithë ata që mbajtën dyqanet hapur dhe nuk u përfshin atë luftën e tyre, janë bashkëpunëtorë me armiqtë. Ja. Prap. Ku e ditë jo Tefik që ai nuk ku a ka lënë vetë partizan me dyqan? Pse, ti nuk do ta bëhe? Nuk do t'u jepi të hanin pas gjitha saj lufte? Po, more, po, mbase ke të drejtë ashtu do bëj edhe unë, po. A kishin bërë shumë arrestime? Në qytet pash grupe me partizan. Mes tyre ishin dhe disa tregtar që i njoh. A i kishin duart me pranga? Po. Partizanët këndonin një këngë të tmerrshme. Botën e vjetër ne do ta shkatrojmë, që nga themelet dhe pastaj botën e re do ta ndërtojmë
në vend të saj. Po, ama duke shkatruar gjithçka do të ndërtojnë atë botën e tyre të re ata. Po do të na marrin pasurinë, more. Do të na vrasin, more, do të na presin, more. Edhe kështu do e ndërtojnë atë botën e tyre të re. Mjafta një kush se të është futur dreqin e parë kështu. Ata tregtarët mund të kenë qenë spion dhe prandaj kanë arrestuar. Nëse. Unë po shkoj. Në nësë po e them që je mirë. Natë dhe mirë të gjithë. Natë dhe mirë. Miru pafshim. Në u pafshim. Qyqa, po na vinë qunat mërë, qunat, kushpullumat. Po mua që mu desh që dola nga shtëpia, po të gjo more tu të kun gruan, more më tha e shkreta. Rrisë se nuk I dihet që bëhet. Mos dil se s'ke ku vete, ti e ke shtëpi lartë. Po jo do ikim po gruan dhe fëmijët citile, vetëm. Por të thash një plumë kokëse, në kjo se do ik, dil! Ke drejt. Jo që era ta gruan. Më vajton zemra kur e shoh të mjerën vajzë të shtrira atje në hendek. Kështu është kur të merr koka erë, e të duket vetja trim. Vajzë e mirë. Bie shkret nëne. Ke gjithë ditën, moj mama, që ke vën kujen. Sikur të ka vdekur ty, vajza. Që e I dhëruar jam Orbirsa, më duket sikur me të vërtet më ka vdekur vajza. Se nuk dinim ne nacionalistët të luftonim Gjermanin. Dinin vetëm ata. Nuk e lam të qetë të bashkonte Shqipërinë me Kosovën edhe pastaj të shkonte në punë të vetë. Jo më jo, po do ngrije ajo atje e do luftonte okupatorin. E çfajka e mira vajzë. Ashtu ka dëgjuar, armiku duhet luftuar. Mori pushkën, luftoi e u vra. Ra e mira, humbi rinin e saj. Sa është saati, more të fik? 5, mëjnë, 5 është. Pa ta pi edhe njëherë këtë ilaqin që më ka dhënë doktor Vasili. Këto këmbët e shkreta sa më dhëmbin. S'kam rehat as natë as ditë. Nuk gjejt do të dërman. Po si nuk u gjem një ilaç I shkretjet me shëroje? Sa e hidhur është I flamosur I me helmon gojen. Po tani ilaçës mëjnë, nuk është lokum dhe Po këta pushk që janë, more të fik? Po luftë, mëj mama, luftë. Akoma luftojnë? Po që tuan më këtë të zezë luft? Në kaluar 24 orë dhe akoma nuk kanë pushuar këtë pushtë mallkure. Pushoj një çik sot në mëngjes, kur iku Thanasi Gjor. Pastaj e nisi prape, nuk di të pushoj më. Po vajzën e Gjorët e fik, sikur ta merrnin brenda. Mbas është ende gjallë, mund ta shpëtoj. Është gjallë thuan, po nuk je pasin shenjë jetë. Po dhe aty në hendek nuk mund ta lëm. Të paktën të hidhim një batanie për sipër. Ç'është më? Çfarë ke? Nuk është në vete, është marrosur fare. Nuk I thua dot një gjysmë llafi se t'hidhet si I gjindosur. Ta kanë thënë 100 herë, mos se gacmo. Kush e ngacmoi? Ti e di se si rrëmbet për njerëz kur I jepin ato të tijat. Nuk duron dot gjysmë fjale. Po nuk I thash gjë më nën. Sot në mëngjes kur më tha Tushja se një partizan e Gjori ishte shtrirë në hendek përpara shtëpisë tonë. Rapuam të gjithë dritarja për ta parë. Kur pash fytyrën e Halitit ishte bërë 2 yll e verdh. Syt ju për lotën. Më duk sikur po I binte të fikët. Ai kërkon të sjell në shtëpi partizanën e vrarë. Po dhe tek dera e shtëpisë nuk do ta lëm të Gjorën? Po, dhe pastaj të na vinë gjermanët dhe të na djegin të gjallë. Qyqa goca shkret. Ka për ta dhënë nota qyqen në hendek. Pa mu shpor nga syti. Qyqa mërzotni, gjynaf prizotit me elon, a që të hendeku të vdekmin. Komunistët aty e paqin të gjithë fundin. Po mos mërzotni se është gjynaf. Ti moj kokë trash, ti moj e fëlligjur kërkon të më mësosh muaj gjynafin, dhe qafën të thash. Qo këtu ti Selimo, veç burin duroj me mshah.
Po tjetër njeri jo. Merë vesh tina? Turp Selim, ti kanos është një gruaje, një nëne, që është më fisnike se ty. Si mor komar më fisnike se unë. Pa kërkon të mbulosh poshtërsin tani me krushtin për pjetë. Ka mori çmendur poshtërsin me grushtin e uryer. Nën, baba, ky nuk është mirë, ka lajtitur fare. Ti nuk je mirë dhe ti ke lajtitur fare. Dhe kam mbuluar shpitin skatera naziste dhe nuk është shpëtim prej saj. Mjaft more se më hapni varrin, më varrosni me duar tuaja. Tukshë mbylla të dritare dhe largohu që aty. Që jam mizoja. Po më shkojnë sytë ke është qyshja që o vrarë. Qafën të thash. Bravo. Tosja të thyej qafën dhe ne të ulemi në kontum pastaj edhe s'ka ndodhur asgjë. Edhe gjitha këto nga Frika. Frika so bu në herdi Gjermani neve. Po nuk është më mirë më një herë të vetme. Të mos mendojmë për veten tonë. Qyqja. Dy cuna partizona janë të e qitë më krah. Se kap ndonjë plumë të shkretët. Jo, po rrëzuan. Jo, po zvariten. Po i vrasin. Po zvariten rëzmurit më duket. Që. Kalun ka rrugica tjetër. Për zotin ja hudhën. Do ta kujtosh shpesh në jetën tënde baba. Torpin që bëre sot do të skuqesh. Ja që kam frikë, more. Kam frikë për vete. Po edhe për familjen time ama kam frikë. Edhe mos kërko të më vi turp për këto që bëj, se nuk më vjen fare turp. Këtë moralin e idealit që simpatizon ti, nuk e pse e kërkon të kun more vesh. Po pse zini, more Tefik? Lufta, mama! Lufta! Akoma susos kjo e flamosur lufta? Jo, akoma nuk usosoj. Po që kërkojnë gjanë më? Ky ilaç i shkret ma bën gojen se herë. E pi unë e varfra nga halli. Po që do, nuk shon do një fajde. Kam do të më qajnë ditë e natë, nuk gjera hatë. Po, romatizm është se qëtë jetë. Të kisha një njallë. Në Ramet past, njallën e hante shumë. Ndaj dhe rojti 90 e kusur vjeqë. Suri gjuha lesh duke kërkuar njallë. Po kush ta veshin, më, thuaj sa të duash. Nuk ka, mojna, nuk ka. Si më i spaska, thot. Humbi pazari për gjilë përa? Të mos ketë njallë pazari? Po kjo nuk është dëgjuar, më. Po bëhet luft, nëna. Ka 2 javë që jemi mbyllur këtu brenda si në burg. Nuk di ma do shpëtojmë ajo. Si nuk lodhen duke u prere, duke u vrarë, më, ja? Akoma nuk mbaruan. Akoma. Mirë si u gjej. Hajde, Thanas, hajde, bëre mirë, hajde. Një tjeta, gjyshe në drejt. Si the? Një tjeta, thash gjyshe. Erdhe more Thanas. Mirë bëre që erdhe se edhe ne mërzitemi vetëm. Si e ndjem veten sot, gjyshe? Eja, Thanas, afro se s'para t'i gjoj mirë nga beshët unë. Me janë nënduar shumë të kote fundit. Thanas, ke ndo një ilaç more të keqë? E mirë, gjyshe, mirë tani. Shqyqyrë zotit, thuaj, se ka dhe më keqë. Ke parti, masë Allah se më rjetë në shpi. Për zite more të fikë. Po bëhem derë mërë gjani vlajë. Heq më ka zë. He po pike zezë, po më shbërë mikrobë, si që i thonë fjallës, të vi njerë në ditë këtu. Qoftë edhe me kokë në torë. Ri mare dhe rëzi më thagroja, ri se ndo hash në i plumë kokës. Më ri mua së më rjetë. Po nuk bëhet shaka me kokën, Thanas, se ha në një plumë pom, edhe vetë si keni në bresh. Ke të drejtë. Se luftë të... Luftë, mërë të keqen vlaj, luftër. More, e patat partizane në vrarë, sa e re që ishte. Për mua, si ka mbushme të 18 jetët. Të vdesesh në lule të jetës, sa gjyna. Jo, ba e vurare mirë, vajzë e mi të fare ishte, është vrarë me siguri në kone e sulmit. Qëpari, 2 partizanë, mund në mes të plumave, erdhën e ngritën e morën, e shkrita vajzë. Vrau e idë. Ideali madhë, kupton e vrau, mikrobi i moshës u duket sikur do të ndryshojnë botën këto. O, Zot, 2 ushtarë Gjerman. Qyqa, 2 Gjermona kanë hymrena. Ku i pe? Ku muj? Atje, janë brënda në kopshtin tonë dhe po i vinë rotull shtëpis. Rotull shtëpis tonë? 2 ushtarë Gjerman? Po ti qke, s'ka ndodhur asje. Po mirë, thot, ti qketi. Si që kam Selim? Kam frikë. Po mirë, thot, Selim, ka frikë. Shtreqin duan këtu njërë, se këtu? O, Zot, në shpëtoj një orë më parë. Po më delë zëmra vëndet. Po vdes nga frika.
Po më bëhet qiqi. Po shkom, ik, bëj, banoj. Banj, aq. Banjo. Është në opo. No. E pa mira të përpiqur mbaje, ç'të them? Largohu që atje Selim se të shohin. Largo ande, o kungull, largo more ti, largo more. Të mirët ne Halit. Të mirët ne Selim. Te fik zemër mbarua më duket. Po mua që desh të vija këtu, more. Dëgjoj, more, qera ta gruan, more. Qetësoni ore, ç'u zuri kështu. Mos kini frikë. Po mirë, thotë edhe ju, mos kini frikë. Ata nuk kanë ardhur për ne. Po ç'pu kanë meni ata? Ku janë ata tani? Kanë qëndruar përpara derës. Do të vinë Selim, do të vinë na kontrollojnë. Po le të vinë, pse ke frikë? Po mirë, thotë njëri, pse ke frikë? Po si të mos kem frikë, more Selim? Po mirë, thotë Selim, si mos ke frikë? Po sikur të na kontrollojnë. Po le të vinë, ta kontrollojnë. S'kemi gjë për të fshehur ne. Çdo gjë këtu kene. Po s'kemi gjë, ne ç'mund ta gjej? Po mund të më gjej mua, more. Po mua, po ky Thanas mund të thotë ç'kërkon në shtëpinë tuaj, ç'kërkon? Po i mor qera ta në shtëpinë tënde, dëgjoj gruan, po mund të dyshojnë apo jo mos e. Si që bisedojnë me njëri tjetrin. S'bela me gjeti, more. Po rior derdimen në shtëpi, more. Po mbauni një çik drejtë mori. Pse trembeni kështu? Në shtëpi kam një letër shkruar gjermanisht me firmën e Xhafer Devës që si oficer më lejon të mbaj automatik në shtëpi. Dhe kjo letër është e shkruar gjermanisht? Po. O zot. Shpëtuam. O zot, shpëtuam. Që mirë, qetësoni gjithë tani. Po, shqyr që kujtove, më. Ama të forte ke këtë djalë të fik. Ku e ke letrën të? Ja këtu në xhepe. Nxirë shpejt, ta mbajmë këtu para kur të vinë ata. Ua, po gjithmonë ma ka dashur zemra ta kem një djalë si ky. Ej, dreqi. Amore. Po ku e kam vënë në dreq letre? Jo, e mbaj mend mirë. E kisha vënë këtu në portofol. O, zoti mat, mos e ke humbur? E ke humbur o ditëzi? Qetëso njëri, qetëso. Avash, qetëso. Kërkoje, po me nga dal. Me nga dal. Kërkoje pra, më kërkoje. Po, e kërkoj dreqi. Të mirët ne. Po sikur mos ta gjejmë? O, humba meno, po si more atë letër ke humbur. Po do ta gjej. Po lëm rahat një. Po mirë, thot, lere. Ta marr djalli, ta marr. Kur nuk e do të del gjithmonë përpara, kur e do nuk e gjen. Jo se e mbaj mend shumë mirë, që e futa këtu, bashkë me këto letra. Ja, këto janë, ajo s'është. Po këtu do jetë, s'ka ku futet ajo. A mori shastisu. Po ti nuk di ku ke kokën, more, po i edhe ushtarak zotrote. Unë, ty nuk të merja as për të ruajtur derrat. Atë letër duhet ta kishe ruajtur si sytë e ballit mërbir. Nëse nuk e gjejmë, duhet fshejmë automatikun një orë më parë. Për ndryshe e kemi punën pisk, mund të dyshojnë. Shkretën e ç'na gjeti. O, zot, ç'na gjeti. Gjithmoni kam thënë vetes më mirë pa fëmi fare se sa me ideal tuaf. Mirë të bëhet Thanas, mirë. Të gjojë derdimen gruan. Tu ku është automatiku. Merë shpejt edhe fshihen tavan. Mirë thot, në tavan. Hajde, nisu, në tavan. Shkallët, ku janë shkallët? Te bodrumi në obor. Oh, Perëndi. Më duket se e bërë. Ka që bate Thanas. E gjeta. E gjeta. Po foli, E gjeta. O që në ngrive gjakun. Qetësoni. Ku që futur dreqin a prishi gjakun. E sigur shpirt që kjo letër na shpëton nga rreziku. Po. E sa do doja ta kisha një djalë si ky, morama. Frikacakët vdesin 100 herë në ditë. Tremat vdesin vetëm një herë. Ndër të tjera, që ta dini të tërë, kam bërë dhe një djalë budalaun. Baba. Kjepe gojnë, s'ta kemi ngen tani. Po idhen ma të angardit. Na fije, eja shkojmë nga dhoma tjetër të shojmë se ku do të venë. Oh. Ikën dritët. Si duket janë prerë telat e elektrikut. Çdo orë që kalon, më duket sikur kjo shtëpi po merr formën e një varri. Dhe se që kam një parandjenjë të keqe. Mos të fik, për atë zot mos ndill keq. Një tregtar rus i degdisur në një kamp pune ande nga stepat,
kishte 7 ditë dhe 7 net që nuk i jepnin asgjë për të ngrënë. E kuptohet. Po treti çdo ditë si qiriu i shkreti. Çdo mëngjes vinte dhe ngrinte duke e zhdëpur në drui nipi, që kishte marrë përsipër që të pastronte veten nga njolla që i pat ngritur xhaxhai vet. Dhe ky nipi e detyronte që në vend të ushqimit të hante jashtëqitjen e vet. Bile duke i bërtitur, edhe me të madhe, që ta të gjonin të gjithë të tjerët. Haje mëre, i thonte, haje mëre borgjezi ndyrë, haje gjak pirës, që u pasurove me gjakun e popullit, haje dhe bam, bam, bam. Dhe sikur të mos mjafton të kjo, i priste me një brisk një cop nishi nga trupi, sepse ishte zotuar ta coptonte me duart e tij shkaktarin e asaj damke të vligjur, që ata e kishte bërpis. Se bolshevikët nuk donin në vdekjen e tregtarit, jo. Ata i kishin kërkuar këtij nipit që ai të ishte gjallë derisa ta shquante skeletin e tij të tërë, në mënyrë që të gjithë armiqtë ta shirin me sytë e tyre fundin e të mërshëm të borgjezisë. Në ke Perëndi të lutem mjaft. Nuk e kuptojnë që nuk e duroj dot më. Më fal pra. Më fal. Po nuk, shiko zem, nuk do të ndodhje. Asgjë nuk do të ndodhje. Se që kam një dreq frike që nuk po më ikët më ka përfshirë të tërin. Po nuk ka për të ndodhur gjë, ki besim të kumë zemë. Asgjë nuk do të ndodhur. Beso mu. Do haj njëri dark? Më dhëm koka. Ka njëri aspirin. Gjyshe. Ajo është një farmacie të. Të fik shko të hash. Jo. Nuk më hadë, mbase pak më vonë. Selim, Halit, shkoni të hani. Më vonë. Pastaj. Nuse, hape elektrikun. Po ç'është kështu me ju? Po pse rini me qiri? S'ka dritë më gjyshe. Si mi s'peska? Për natë ka pasur. Si duket janë per telat e elektrikut. E kush i preo? E kush e di? Që di? Kur s'kemi mbetur pa drita? Ju e keni mirë se veni e bini, po që të bëj unë e zeza që nuk më zea gjumi i flamosur. Si do t'a gdhi unë tërë këtë natë të gjatë pa dritë? Kemi qirinj më gjyshe. Po si qirinj? Dërgoni haber të vinë të ndreqin telat. Edhe njëherë ashtu na i prenë edhe vajti Selimi shpejt bëri telefon dhe erdhën të na i rregulluan. Nuk vjen njeriu gjyshe se bëhet luftë. Luftë? Nuk u mbarua kjo e zeza luftë. Jo. Nuk u mbarua. Çudi sa shumë kanë që luftojnë. Edhe pazari po s'po hapet. Dëgjon nuse, sa po të hapet, mos harro të më blesh një ngjallë. Mirë gjyshe, mirë. Kaq të hashpër. Se kemi ndjerë në njërë për leshin. Me sa duket fundi nuk është largë. Kam një zbërëstirë të madhe në shpirt. Më duket se sa më shumë i afrohet fundit, aq më shumë afrohet dhe të merri i vërtet. Në zemër, po qetëso. Ta thash, asë një gjë nuk do të ndodhë. Erdhën më duket. Do t'jenë Gjerman. Pushonë. Partizanët. Do kënë sjell do një partizan plagosur, me siguri. Hapeni, morçrini, hapeni derën. Këndër mund të hapësh derën ti, të lutem birë, të lutem të përgjerohem. Mos e bëj, të mos e bëj, të mos pipti njeri këtu, të mos dëgjohet asnjë piptim,
që të duket sikur këtu nuk ka asnjëri. Se çfarë ke ndër mund të lësh jashtë? Dëgjoni. Kam një parandjenjë jo të mirë. Do të bëni mirë të mos se hapim atë drekë dere. Kur tjetri bie derës, i bie se ka nevojë për ndihmë. Kaq. Ko të friksohesh. Pastaj si ta lëm si mendon të lëm ti plagosur unë jashtë që ka nevojë për ndihmë. Halit më qafsh, mos na merr më qaf. Edhe un kam një parandjenjë të keqe. Nuk të vimset nëna jote. Aman, o mama, aman, ko të friksohesh, me siguri do ke ndonjë hall, kaq. Ja, do një shok të plagosur, kaq do ke. Qëndrom Horimar, nga marrëzia jote nuk duhet të shuhemi të gjithë. Vdekje e fashizmi. Liri popullit. Ju jeni Tefik Rizaj. Po, Ju jeni Selim Rizaj. Jo, unë jam Halit Rizaj. Po ju lutem urdhroni, uluni. Uluni ju na sollët lirin. Ta dini sa i gëzuar jam që liria ju gjeti pikërisht në shtëpinë tonë. Uluni. Profesor, nuk njihni? Jo, më falni, nuk më kujtohet. Jam Liria, një nxënësja juaj. Liria, Si nuk ju vjen dot nga vetja. Fjalët na i thoni të bukura. Me sa duket për të fshehur identitetin e vërtet tuaj dhe të familjes tradhtare që përfaqësoni. Sot nuk është radha jote, por do të merremi dhe me ju. më falni, çfarë doni të thoni se? Ta rrini ta kuptoni. Kush është Selim Rizaj? Që kosh më qef quna? A që ka divoni? Një kosh. Ma të thash, mër Selim, që vetëm burrin duroj me msha? Selimo? Tashi, jepi llogarit qunave? Bravo në noke. Edhe ti je një luftëtare e lirisë. Poshtë padronët e padrejtësisë, e ardhmja është e jona. Po, vallaj, e jona është. Pra ti e Selim Rizaj, more frikacakin dyr. Po, unë jam. Selim dhe Tefik Rizaj, në emër të popullit si tradhtar, jeni dënuar me vdekje.